Kryeministri Hristian Mickovski është përgjigjur sot reagimit të Athinës zyrtare në lidhje me emrin e shtetit, duke e quajtur këtë tentim për cenzurë. Ai, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, tha se për të emri Maqedoni dhe vetë shteti është i shenjtë dhe se është e drejta e tij të shprehet ashtu siç mendon dhe se askush nuk mund ta kërcënojë apo ta cenzurojë. Në princip, nuk jam njeri që dëshiron cenzurë dhe kërcënime, kështu që për mua, emri Maqedoni është i shenjtë, po edhe drejta ime të shprehurit është ta them ashtu si unë mendoj. Kujtojmë se Athina zyrtare dje reagoi në lidhje me përdorimin jo të drejtë të emrit të shtetit nga ana e Mickovskit. Nga Ministria e Jashtme greke thanë se emri kushtetues i shtetit është Maqedonia e Veriut dhe se marrëveshja e Prespës është pjesë e kushtetutës së saj, duke shtuar se marrëveshja e Prespës është absolutisht detyruese për të dyja palët, si në nivel ndërkombëtar, ashtu edhe në nivel vendor. Në marrëveshjet ndërkombëtare nuk ka situata de facto. Zbatimi i tyre është uniform dhe universal. Përparimin e marrëdhënieve dypalëshe me Maqedoninë e Veriut dhe vazhdimi i pandërprer i rrugës europiane të fqinjit kërkon respekt të rrep të marrëveshjeve dhe respektim të parimit të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë. Në reagim po ashtu thuhet se çdo përpjekje për falsifikim ose ndryshim të përmbajtjes së marrëveshjes së Prespës nuk do të pranohet nga pala greke. Reagimi i Athinës zyrtare vjen pas deklaratave të kryeministrit Mickovski, i cili në një intervistë televizive pretendoi se në praktik është rikthyer përdorimi i emrit Maqedoni.